Ti që vuan nga ankthi, kujdes se me kë po shoqërohesh. Është shumë e rëndësishme që njerëzit që na rrethojnë, sidomos kur janë në situata stresuese dhe anktioze, është shumë e rëndësishme që ti të shoqërohesh me njerëz suportues, me njerëz të dashur, me njerëz që nuk të gjykojnë, nuk të kritikojnë, nuk të nënvlerësojnë, nuk të vënë gjithmonë përpara përgjegjësisë për gjëra të vogla, edhe nuk bën toksik. Nëse ti shoqërohesh me këta njerëz që janë toksik, me këto persona të cilët të marrin ato energjitë tua, atëherë ankthi sigurisht që do të shtohet. Sepse gjitha ajo energji negative që njerëzit, këta lloj njerëzish, mund të themi narcisist apo toksik, të gjithë këtë kohë që ti e humbet, gjitha atë energji që ata ta marrin, të bën të jesh ti më pak, të bën ti të ndihesh më i ulët, të bën ti të ndihesh më i vogël, të bën ti të ndihesh më i shtrydhur. Dhe nuk duhet ta lejosh veten tënde që këta njerëz të marrin kohë nga jeta jote. Dhe nuk ka asnjë problem nëse të gjithë njerëzit që të rrethojnë janë toksik. Atëherë akoma më mirë, është një plus më tepër që ti duhet të largohesh nga ata. Nuk ka nevojë të vuash për të gjetur njerëz si vetja jote. Do thjesht të pranosh që je i kënaqur me veten tënde ashtu si je. Nuk ka nevojë patjetër ti tregojmë dikujt diçka që të na pranojë. Duhet të jesh i kënaqur me veten ashtu si je. Dhe nuk duhet t'i lejojmë situatat, rrethanat apo njerëzit përreth nesh që të na ndikojnë negativisht, energjetikisht, duke na ulur frekuencat edhe dëshirën për të qenë të lumtur. Dobësi e madhe është kur ti e lejon veten tënde që të ndihesh jo mirë, duke i lejuar njerëzit toksik të ndikojnë në jetën tënde. Është shumë e rëndësishme ta rrethojmë veten tonë me njerëz pozitiv, të dashur, suportues, të mbar, jo kritikues, jo gjykues, jo toksik. Që kështu ti të jesh më mirë me veten tënde. Përshëndetje të gjithë komentuesve, uroj të jeni mirë. Agmerla, përshëndetje, Shumiriam, faleminderit, Arkimet, përshëndetje. Si jeni ju të gjithë? Uroj mirë. A keni dëshirë sot të shtrojnë një pyetje? Nuk zgjatëm asnjëherë për pyetje përgjigje. Po kam pak kohë, kam dhe kënaqësi. Nëse keni dëshirë të pyesni diçka, ndjehuni të lirë. Është shumë e rëndësishme që ne të ruajmë balancat tona emocionale duke zgjedhur njerëzit e duhur. Në këtë mënyrë ti fillon edhe të largosh edhe ankthin gradualisht. Pse? Është një cilësi shumë e rëndësishme në jetën tonë që duhet ta zbatojmë. Vetvlerësim. Nëse nuk ndihesh mirë me dikë, me njerëz të ndryshëm, vendosu limit. Do të jesh ti për veten tënde që të zgjedhësh që mos ta harxhosh më kohën tënde të shtrenjtë me njerëz të cilët të bëjnë të ndihesh më pak nga ajo që je. Është dobësi shumë e madhe që njeriu ta bëjë këtë gjë. Dhe zakonisht ju që vuani nga ankthi, apo ti që vuan nga ankthi, nëse vuan nga ankthi, por edhe nëse nuk vuan nga ankthi, kjo është një këshill shumë e rëndësishme për njeriu që mos ta bëj. Sepse këta psikovampirat na i thithin këtë energji të mirë që ne kemi. Është shumë e rëndësishme ne të jemi të parët që vendosim një limit për veten tonë. Aty automatikisht vetja jote të thot faleminderit e ti ndihesh më mirë me veten. Automatikisht ke marrë një hap përpara për një shëndet më të mirë. Dhe nuk duhet ta lejosh veten që ta bësh përsëri atë gabim. Edhe unë kam pasur shumë raste në jetë të cilët i kam ndarë nga jeta ime, për arsye se frekuencat tona nuk janë në një nivel. Nuk mundem, nëse unë e kam qasje shpirtërore pozitive, të bukur, pa gjykime, nuk mundem të ri me njerëz që ndoshta e shajnë tër botën, ndoshta e shajnë gjithë dynjan, apo tërkohës ankojnë, apo tërkohës e shikojnë botën mbrapsh, apo negativisht, apo gotën gjysmë bosh.
Unë e shikoj gjysmë plot, edhe është në mbushje sipër. Pse duhet unë të përshtas të vetja ime, të asimiloj mënyrat edhe sjelljet e njerëzve që janë toksik. Pra këtë gjë duhet ta bëj çdo njeri, jo vetëm ti që vuan nga ankthi, nëse vuan. Një pyetje ka Agmerla, pyetja ime është sa ndikon kontrolli emocional? Dhe sa të dëmton kur ti mundohesh të dukesh e fortë, por nga brenda vetëm nuk je. Por nga brenda nuk je. Është shumë pyetje e mirë. Kontrolli emocional është një gjë që mund ta bësh nëse ti je i balancuar. Por nëse ti nuk je i balancuar, kontrolli emocional automatikisht kthehet në një stres më vete. Dhe tjetra, shtirja që ti si e mirë, por mundohesh të dukesh mirë për hir të tjerëve, është gjithashtu e gabuar. Dhe është gjithashtu një ngarkesë e madhe që ti ja jep vetes. Duhet të gjesh një zgjidhje për ta zgjidhur dhe jo të shtiresh sikur je mirë. Shtirja në vetvete përkeqëson ankthin, sepse ankthi po fiton. Ti nuk po bën hap përpara, ankthi po të bën të shtiresh, pra ti po pranojnë që është ajo situatë, mirë po s'bën dot asgjë dhe ndihesh shumë i vogël kur shtiresh. Kur shtiresh thua po unë çfarë po bëj? Nuk jam mirë me këtë lloj sjellje, nuk jam mirë me këtë lloj qasje. Dhe shtiresh, automatikisht më vonë do të vi ankthi më tepër. Pse? Sepse ti po ndihesh keq me veten kur shtiresh. Kështu që nuk ka asnjë të mirë shtirja. Sigurisht, në një situatë edhe do mund të shtiresh, por është vetëm ndëshkim ndaj vetes. Nëse ne shtiremi, ne ndëshkojmë veten. E rëndësishme është ta pranojmë. Dhe nëse e pranojmë, vetëm atëherë mund ta zgjidhim. Nëse ti shtiresh, apo e mbulon, apo e gropos, ajo do të jetë gjithmonë aty dhe do të ndikojë jetën tënde. Mënyrat papritura, natën, ditën, me atake paniku, me zgjime me ankth, me atake paniku. Me mendime negative që në mëngjes kur zgjohesh. Kështu që nuk sforcohemi në këto nivele shpirtërore për të mohuar një situatë vetes vetëm për hir të si do dukemi të tjerët. Por mundohemi ta pranojmë dhe japim zgjidhje. E pranojmë situatën dhe japim zgjidhje. Edhe që shtiresh, sikur nuk ka asnjë gjë. S'ka arsye sepse ka kaq shumë njerëz, pothuajse të gjithë njerëzit kanë shqetësime nga ankthi. Kështu që është e kotë që ti të shtiresh. Të gjithë kanë provuar ankthin. Të gjithë e provojnë çdo ditë pothuajse. Në këtë shoqëri kaotike ku ne jemi dhe jetojmë sot. Është e pashmangshme që të përjetojë njeriu ankth. Sigurisht, nëse ti praktikon apo bën gjërat e duhura apo ke qasjen e duhur në jetën tënde, asnjëherë nuk të kap ankthi. Nëse praktikon meditim transcendental për një kohë të gjatë, ankthi nuk të kap më. Sigurisht, nëse ti je me ankth, shpeshherë as meditimi transcendental nuk e bën atë rezultat që ne kërkojmë. Sepse kemi nevojë të bëjmë disa gjëra të tjera që ne të avancojmë në drejtimin e shmangjes dhe zhdukjes së ankthit. Teknika meditimit transcendental është shumë e fuqishme, edhe njerëzit që kanë ankth, atake paniku apo depresion nuk janë gati për atë. Prandaj, ndiqet programi Get Released pa medikamente. Vihet në fazën ku e zhdukim ankthin. Edhe pasaj mund të marrësh teknika të fuqishme që mund të praktikosh çdo ditë të jesh super mirë. Sigurisht duke ndjekur dhe këshillat edhe mësimet që ne ndjekim te programi Get Released, i cili është i personalizuar dhe në bazë të problemeve të tua personale, ne i zgjidhim ato, japim mësimet e duhura ashtu si duhet, që ti të mos bësh më ato gabime dhe të shkosh prapë te gjendja e ankthit, atakeve të paniku apo depresionit edhe ta trajtosh atë me medikamente. Shumë faleminderit për të gjitha këshillat, e vlerësoj shumë. Kënaqësi Agmerla, edhe ti faleminderit për pyetjen tënde me vend. Shumë pyetje me vend. Nëse dikush do të pyesë diçka tjetër, jam këtu. Pra tema e rëndësishme sot është që gjë e rëndësishme është të zgjedhim njerëzit me të cilët rrim, sepse ata njerëz kanë ato vibrimet e tyre, kanë ato qëllimet e tyre, kanë ato ndjenjat e tyre. Nëse ti qëndron gjatë në këto frekuenca negative, në këto valë negative, me këta njerëz negativ, sidomos kur ke gjendje ankthi, depresioni, atake paniku, ajo është e rrezikshme për ty. Nuk është nuk mund të themi as jo e mirë apo e keqe. Ajo është edhe e rrezikshme për ty. Sepse do futesh në
tripe të brendshme negative. Do fillosh të gjykosh veten, do fillosh të shikosh veten, do shikosh si po më thot ky për veten time, si po më gjykon ky, pse po ma thot këtë, pse po ma thot atë, si më pa dije, si ma bëri dije dhe fillon mendja ludon në mendime pa fund dhe futesh në hendeqe, të cilat nuk ja gjen dot më rrugën nga u fute. S'del dot më. Këtë bën ankthi dhe ataku panikut. Ti futesh në hendeqe edhe s'del dot më. Po ne nuk duam të shkojmë te ajo pikë sa që të futemi te hendeqe dhe mos dalë dot më. Duam që të mos futemi fare në hendeqe. Ta zgjidhim një herë mirë. Prandaj programi Get Release pa medikamente është super i rëndësishëm dhe super rezultativ. Dhe nuk ka njeri që mund ta kontestoj apo ta vëri në dyshim këtë. Pasi kemi mbi 200 raste të shëruar nga programi Get Release pa medikamente. Kanë ardhur njerëz, kanë ndjekur programin, të cilët kanë marrë medikamente për 20 vjet, për 15 vjet, për 10 vjet, për 2 vjet. Të cilët kanë bërë video kur janë shëruar me programin Get Release, të cilët kanë bërë dhe video pas disa vitesh pasi kanë ndjekur programin Get Release, edhe kanë treguar se si janë tani. E vazhdojnë të jenë shumë mirë. Prandaj kjo mjekësia moderne ignorante, do ta quaja, është e paditur. Prandaj edhe psikiatrët edhe psikologët e kanë shumë të vështirë të ofrojnë shërim. Ata ofrojnë një trajtim sipas edukimit dhe shkollimit të tyre. Por ka gjëra në jetë që mësojmë gjëra të reja. Shpeshherë u vjen shumë inat pse unë i them këto gjëra edhe pse unë i shpreh këto gjëra për psikologë dhe psikiatrit. Por hey, është e vërteta. Nëse unë deri dije punoja, ja marr një rast të rëndomt, nëse unë jam shofer taksie edhe tani nxjerrim makinat që ecin vet me inteligjencë artificiale, çfarë do bëj? Do revoltohem pse i nxorët? Po njësoj edhe programi Get Release. Jeta evoluon ecën përpara. Ne nuk mund të qëndrojmë te e vjetra, ndërkohë që kemi mjete të reja super të suksesshme, të shëndetshme. S'mund të ngarkojmë njerëzit me lloj kimikatësh dhe ilaçesh, të cilat në Amerikë ato i quajnë drugs. Drugs, çfarë do të thënë? Qetësues. Drog. Droga ç'a bën? Të bën të vartës. Varesh nga ilaçet. Po pse duhet të varem nga ilaçet kur unë kam të gjithë dijen brenda meje? Kështu që juve psikologëve dhe psikiatrëve, nëse do të dëgjoni këtë video, unë nuk kam asnjë gjë direkt me ju. Unë po bëj një vepër shumë të bukur, një punë shumë të bukur, me arritje shumë të dallueshme. Brenda një muaji, pacientët tuaj që ju keni nga 20 vjet, unë brenda një muaji përmirësoj 70%. Rasti më i vështirë ka qenë 3 muaj. Për 3 muaj. Sigurisht programi kushton një çik shtrenjtë, por patjetër kushton, se është individual, merremi çdo ditë me ty. A personi që ka probleme merremi çdo ditë, mëngjes drejt darkë, jemi të gatishmëri në telefon, është një përkujdesje luks. Prandaj dhe garantojmë sukses. Sepse përkujdesemi në formë të vazhdimshme. Edhe mbas programit kur e përfundojmë jemi 6 muaj në kontakt për të ndihmuar. Patjetër që kushton pak. Prandaj psikologëve dhe psikiatrëve, unë i vlerësoj për mundimet e tyre. Deri tani që kanë bërë një aq maksimumin e tyre sa kanë mundur dhe janë njerëz shumë të mirë dhe i vlerësoj. Por çështja është tani kur vijnë gjëra të reja, ne duhet të përqafojmë. Edhe në vend se të marrim inate, të shkruajmë mesazhe, komente negative në postimet e mia që kanë shumë vlerë, mirë është të uleni edhe të pyesni edhe të shikoni të mirat. Edhe pse jo mos të mësoni ndonjë gjë dhe juve. Të mësoni diçka më tepër. Çfarë bën ky njeri që e zgjidh pa shkollë psikiatrie, pa shkollë psikologjie? Tjetër se unë kam studiuar në mënyrë individuale pafund, edhe eksperienca ime mbi këto 10 vjet me mbi 200 raste të shëruar, mbi 200 raste të shëruar, po e them edhe një herë zoti psikolog, zoti psikiatër. Mbi 200 raste të shëruar, e do bën 2000 e do bën 20000 në vazhdim. Duhet të hapim portat dijes së re. E të mësojmë e të zhvillohemi të gjithë bashkë. Nuk mund të vazhdojmë të ngelemi te e vjetra, ndërkohë që ka zgjidhje shumë të bukura natyrale, të cilat i japin rezultate të pakontestueshme.
Petriti po shkruan diçka, ka njerëz me frekuenca të ulta apo të larta, përfshihen me cilën do emocion, por shpejt e balancoj frekuencën time. Pyetja pse në disa raste i përjetoj qet dhe gëzimin e hidhrimin. Pse në disa raste i përjetoj qet dhe gëzimin e hidhrimin. Me respekt, Alidria. Shumë mirë, Alidrije, që e balancon frekuencën tënde. Bravo të qoftë. Kjo është një arritje shumë e mirë, që të jesh indiferent edhe neutral ndaj sjelljes së të tjerëve, të mos reagosh, e të mos e fusësh në zemrën tënde, brenda teje. Tani pyetja e dytë nuk është shumë e qartë. Pyetja pse në disa raste i përjetoj qet dhe gëzimin edhe hidhrimin. Kjo është konstatim apo pyetje? Pse i përjetojnë qet? Aha, okay. Atëherë ti e përjeton qet edhe gëzimin edhe hidhrimin, sepse në një nivel të brendshëm e kupton që nuk ka shumë rëndësi. As hidhrimi s'ka shumë rëndësi, as gëzimi i madh s'ka shumë rëndësi. Ose ne kemi një fjalë të urtë që ti natyrshëm e bëke si njëri shpirtëror që je. Fjala e urtë është mos u gëzo i hidhuruar, mos u hidhuro i gëzuar. Që do të thotë, kur je i hidhuruar, mos u mërzit shumë se do rritet prap gëzimi. Kur je shumë i gëzuar, mos u lumturo shumë se do të vish prap në një balancë. Kështu është jeta e njeriu që të vinë në balancë. Dhe ne duhet të bëhemi mastera, mjeshtra të kësaj balance. Si bëhemi mjeshtra të kësaj balance? Indiferencë totale ndaj negativitetit rreth nesh. Nuk na ndjen fare. Nuk na intereson fare. Sepse secili njeri do shkruaj historinë e vet në këtë jetë. Secili njeri bën veprat e veta dhe nesër do të përgjigjet për veprat e veta. Nuk ke pse ti të bëhesh negativ, urrëtës, inatçor ndaj sjelljes negative të tjerëve. Sepse ata karma, çdo lloj vepre që do ta bëjnë, do ta hanë prap nesër. Të mbjellat që do mbjellin sot, do t'i korrin nesër. Kështu që ti mbill farat e tua të mira, si thoshte Jezusi. Mbill farat të mira, Jeshua. Po flasë Jezusi jo në kuadrin fetar, jo në kuadrin fetar, në kuadrin e gnostik, në kuadrin e dietarit. Farat që do të mbjellësh sot, do t'i korrësh nesër. Ti mbill farat e tua pozitive, shumë mirë që i merr qet gjërat, ashtu duhet i marrësh natyrshëm. Sepse në një nivel të brendshëm e kupton që kjo jetë është thjesht një eksperiencë. Nuk është gjithçka. Dhe kjo është një pjesë shumë e vogël e ekzistencës tonë. Por këto janë mesime shumë të avancuara për njerëz që duan dije më të lartë. Sidoqoftë, është një gjë shumë e vlerë kjo që po themi. Nuk ka rëndësi kjo jetë. Ka rëndësi në këtë jetë të zhvillohesh edhe të zhvillohesh sa më shumë në nivel të vetdijes e të ndriçohesh mundësisht. Sepse kjo është e mundur. Këtë ka dashur të thotë Jeshua apo Jezusi. Unë jam në baba, baba është në mua, thoshte. Edhe ti mund të arrish të njëjtën gjë. Nuk thoshte që unë jam i vetmi dhe uniku. Madje diku tjetër ka thënë edhe se unë po bëj këtë mrekulli, ju do bëni kaq edhe më shumë. Zgjohu nga gjumi. Çfarë do të thonë kjo? Pra Jezusi ka qenë thjesht një njeri, si ti dhe unë. E po thoshte ti mund të bësh të njëjtën gjë si unë. Dhe po jepte mësimet. Tani u krijua feja e tjera. Por mësimet janë të rëndësishme. Ne bëjmë tonën, të mirën tonë, nuk merremi me gjërat negative. Nëse vjen një gjë shumë e madhe që arrihet në jetën tonë, nuk gëzohemi shumë, është e bukur, e shijon ato, patjetër. Gëzohemi me një balancë, jo fluturim, sepse aty prishen balancat. Kur fluturon, prishen balancat. Kur mërzitet shumë, poshtë, prishen balancat. Prandaj ruajnë linjën e mesme. Faleminderit, kam të njëjtin përjetim, do të thënë faleminderit shumë. Sigurisht që e ke të njëjtin përjetim. E kuptova shumë mirë çfarë po thua. Mjeshtër, po me ata persona që shtiren, çfarë qëndrimi duhet të mbajmë? Me ata persona që shtiren, duhet thjesht të vi keq. Madje as këtë s'ke të drejtën ta bësh. Por kur shtiren shumë duhet të vi pa keq për ata, në kuptimin që ata ngarkojnë veten e tyre me të remen. Ne already jemi në të reme. Jemi në një ekzistencë iluzionare. Ata po futen dy herë në iluzion.
po shtiren gjithashtu. Kështu që ata i bëjnë dëm vetes. Nëse ata shtiren për ide të caktuara, e bëjnë për veten e tyre, nuk e bëjnë për ty. Nuk e pse ti ndihesh çuditshëm nga sjellja e tyre. Është zgjedhja e tyre. Me ata thjesht jemi, okay, në rregull, më vjen mirë për ty. Çdo gjë që ai po shtiret, më vjen mirë për ty thuaj. Nga ana tjetër ti e di që ai po shtiret, po s'ke nevojë asnjëherë ti tregosh që ti po më gënjen. Kur? Pse? Pse ai ka zgjedhjen e vet si do të sillet në jetë. Do të gënjej veten, do ta gënjej veten. Mundo të gënjej ty. Ti e di që s'po të gënjen, le ti duket sikur po të gënjen. Ku t'ju presh gjiza? Çfarë problemi ka? Në fund fare, është iluzion kjo ekzistencë e kjo jetë. Pa çfarë rëndësie ka? Ti prap e rëndësishme të ndjekësh vepra të mira. E rëndësishme ti të mos shtiresh. Le të bëj tjetri çfarë të doj. Indiferencë. Indiferencë dhe okay, vlla, bravo të qoftë. Pas ka arritur gjëra. Besom edhe nëse dikush po ta bën këtë shtirje dhe të nervozon dhe të irriton ndonjëherë, nëse i thua okay, bravo, më vjen mirë për ty, ai e kupton shumë mirë që ti e kuptove që ai po shtiret, edhe ai do reflektoj gjithashtu. Ki besim te kjo. Provoje. Okej, vlla, shumë mirë, bravo thuaj. Mund edhe të qeshësh pastaj. Okej. Ali Dria thot, ju kuptoj shumë mirë, mësimet tuaja janë shumë e vlerë se sa disa që zgjasin me orë të tëra. Ne jemi Zotin, ai është te ne. Të lumt goja. As që bëhet fjalë. Se un kam studiuar në drejtime të ndryshme fetare. Gjithashtu edhe në Kur'an e thot. Allahu është më afër se damari yt i qafës. Çfarë do të thënë kjo? Është brenda meje. Si do funksiononte trupi im nëse s'do kishte inteligjencën e Allahut apo të Zotit? Si? Ajri është po pra pjesa e Allahut. Si do funksiononte ajri, oksigjeni, shiu nëse nuk do ishte ligjet e natyrës që Allahu ka përcaktuar? Apo Zoti ka përcaktuar? Super, super. Ne jemi një me Zotin, as që bëhet fjalë. Në një pyetje tjetër? Shumë pyetje të mira u kënaqa. Shumë diskutime të mira. Perfekt. Në rregull. Besoj që u mjaftuam për sot. Ishte kënaqësi që ndava disa momente me ju të gjithë. Kënaqësi që folëm për disa pyetje që i patët, edhe munda të ndihmoj. A ju ndihmova sa do pak? Ajo ka rëndësi. Faleminderit. Në rregull të dashur miq. Ju kam ndjekur prej 8 vitesh, i kam lexuar Kur'an e Bibël dhe sukses për ju. Shumë faleminderit, shumë mirë ke bërë që ke lexuar. Më vjen mirë që mund të ndihmoj. Faleminderit edhe juve që ishit prezente dhe në ato momente me mua. Ju uroj një ditë të mrekullueshme. Mirupafshim.